mund të ndihmoj zonin Osmani që t'ja ndroj mendjen zotit Kurti, ose ta ketë me qartë zotit Kurti për të mbështetje pasi të kthehet nga Washingtoni? Ndëgjori, nuk jam i qartë, ndihmon zonin Osmani kur takim me Washington. Ndoshta mund t'ja përkeqësoj situatën, sepse mund ta nxjisë xhelozin, mund ta nxjisë frustrimin me këtë performancë të zonjës Osmani, ndonse realisht kalkulimi shtetëror po të bëj, kjo nuk është fitore vetëm e zonjës Osmani. Ajo ndoshta mund të tentoj, edhe vjos Osmani bën gabim që tenton që ta kapitalizoj personalisht. Politikat edhe atë punë po. E bëjnë edhe atë punë që të tentoj ta kapitalizoj vetëm personalisht, ta interpretoj sikur vetëm kjo pse është presidente Kosova e pat këtë përfitim, sepse po të mos ishte kjo presidente, Kosova nuk do ta kishte edhe këtë përfitim politik e diplomatik. Ky mund të jetë edhe gabimi i saj që mund t'ja rëndoj gjendjen në vend se po kjo është mirënjohje për shtetin e Kosovës. Unë prapë kam thënë kjo është mirënjohje dhe vlerësim strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm për shtetin e Kosovës, edhe Shqipërinë, sepse edhe Shqipëria është prezente aty, është e qartë. Nëse Vjosa Osmani është meritor në rastin e Kosovës, po në rastin e Shqipërisë është vetëm vlerësim që jemi vendet e vetme në rajon, vendet e vetme në rajon që jemi të përfshirë në një iniciativë të rëndësishme politike, diplomatike të iniciuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk mund ta prognozoj, sepse nuk jam profet, se cili do të jetë fati politik i ardhshëm i këtij entiteti. Por unë vetëm një sen e di që Kosova dhe veçanërisht Kosova nuk e ka luksin të ketë dilema strategjike në ato iniciativa dhe në ato nisma që ndërmirën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Publicisti Soroj kërkoi, kemi shtruar, kërkoi interpretim nga Venecia. Natyrisht pjesëmarrja e Kosovës atje duhet të ratifikohet shpejt nga Kuvendi i Kosovës, mbase këtë javë, jo për javën tjetër do duaj të ratifikohej në Kuvendin e Kosovës. E shihni se mund ndodhë kjo? Tash po flas racionalisht, racionalisht dhe logjikisht kjo do duhet ndodhte, mirë po është e paqartë sepse duke u nis nga ajo që thatë ju vetë kryeministri Kurti ka dhënë sinjale, nuk e ka përmendur fare, nuk është bordin e paqes fare, totalisht ka qenë i heshtër sa i përket pjesëmarrjes Kosovës në këtë nismë diplomatike. Si vëllezërit e tij ideologjik dhe politik në arenën ndërkombëtare kanë dilema në raport me këtë entitet, mirë po tash çfarë qëndrimi do të mbajë lëvizja vendosje mbetet të shihet. Aktualisht do të thotë që është publike, që është e ditur, është që ka shprehur vullnetin për dërgimin e FSK-s në si një forcë paqësore, që pashtu është rëndësishme, edhe në këtë drejtim unë kam përshëndetur këtë iniciativë. Kosova nuk është se ka kapacitete të jashtëzakonshme për të menaxhuar konflikte të jetë komplekse. Po imazhi pjesëmarrja e Kosovës, mesazhi do thotë që Kosova po shndrohet në faktor i cili po eksporton paqen në botë, është arritja më e madhe ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Dhe në këtë drejtim ne nuk guxojmë të humbim këto shansa të jashtëzakonshme diplomatike që na ofrohen.